Kur menduam se gjithçka ishte qetësuar mes ish-banorëve të Big Brother VIP, një zhvillim i papritur sjell sërish dramën në qendër të vëmendjes. Xheneta, një nga personazhet më të komentuar të edicionit të fundit, ka bërë një deklaratë që ka ngritur shumë pikpyetje. E ftuar në një studio televizive, ajo tregoi për një moment të pazakontë që ndodhi jashtë kamerave, një buzëqeshje e mistershme nga gjesti në korridoret e Top Channel. Në pamje të parë, mund të duket si një episod i vogël, por për shumë kënd, ai ishte një sinjal se diçka më shumë po ndodh mes tyre. Ky detaj nuk kaloi pa u vënë re as nga Graciano, analisti i njohur i realiteteve televizive, i cili e cilësoi atë buzëqeshje si një moment që lë shumë për të nënkuptuar. Sipas tij, kur vjen nga dikush që ka luajtur një rol kyç në rrëfimin e Big Brother VIP, një buzëqeshje nuk është kurrë e rastësishme. Komentet e tij vetëm sa shtuan më shumë zjarr mbi spekulimet që tashmë po qarkullojnë në rrjet, por nuk mbaron këtu. Graciano përmendi edhe një tjetër emër të përfolur, Eglin. Ai e pyeti Xhenetën nëse kishte pasur ndonjë përballje me të në ambientet e televizionit dhe përgjigjja e saj ishte e papritur. Nuk i kam takuar në televizion, por kam dëgjuar që po qëndroj në të njëjtin hotel me mua në Tiranë, tha ajo me një buzëqeshje që dukej se e mbante më shumë se sa fjalët. Tani nuk e di kush po e ndjek kë, shtoi ajo me ironi të lehtë. Ky pohim vetëm sa shton misterin që rrethon marrëdhëniet mes ish-banorëve, edhe pse nuk janë parë bashkë në ekran, duket se rrugët e tyre përplasen në prapaskena, më konkretisht në hallin e një hoteli. Të tillë momente ushqejnë më shumë kuriozitetin e publikut dhe krijojnë një atmosferë që duket si një episod paralel i Big Brother VIP, por këtë herë jashtë mureve të shtëpisë. Ajo që i jep më shumë peshë këtyre momenteve është fakti se shpesh më shumë ndodh pas kamerave se sa para tyre. Për publikun, kjo ishte një dhuratë që ndoshta nuk e prisnin, një zhvillim që kthen vëmendjen te dinamika e marrëdhënieve të lëna pezull. Pyetja që tani të gjithë bëjnë është: a është kjo një rastësi apo kemi të bëjmë me një histori që po rilidhet në heshtje? Në botën e Big Brother VIP, asgjë nuk është e thjeshtë dhe çdo detaj, nga një shikim deri te një vendodhje, mund të ketë një domethënie të fshehur. Ndjekësit janë tashmë në pritje të një kapitulli të radhës jashtë shtëpisë, ndërsa emocionet, intrigat dhe ndjenjat vazhdojnë të zhvillohen me intensitet. Një gjë është e sigurt, historia e Big Brother VIP nuk ka përfunduar ende dhe çdo ditë mund të sjellë një kthes të re që askush nuk e kishte parashikuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.